Prej moralit islam është pikërisht rëndësia që duhet t'i japim ne si besimtar diturisë. Që ta kuptojmë rëndësinë e kësaj çështje, duhet që ta kuptojmë kështu. Kur kemi folë për Allahun xhaleshanu, thamë që ai ka shpallur Kur'anin famëlart. Ky Kur'an famëlart u besua nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe u veprua prej tij me detaje. Këtë Kur'an famëlart e mësuan për profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam sahabët e tij, të cilët zbatuan me përpikmëri çdo këshill dhe praktik që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i mësoi atyre. Ndërkohë brezi më pas, që ne e quajmë tabiinët, që ishin shokët e sahabëve, shokët e shokëve të profetit alayhis salam, janë pikërisht njerëzit që në këndvështrimin ton, ose thënë ndryshe në këndvështrimin përgjatë gjithë historisë islame, janë njerëzit që më së shumti treguan një zell të madh për të mësuar siç duhet fenë e Allahu xhaleshanuhu nga shokët e profetit alayhis salam, sepse nuk e patën nderin dhe mirësinë dhe begatinë e Allahu xhaleshanuhu që të ishin në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, por ata arriten që të përmalloheshin me profetin sallallahu alaihi wasallam një brez më tutje. Thjesht kuptoje kështu që kur një tabiin kishte nevojë për të pyetur një çështje fetare dhe shkonte ke një nga shokët e profetit alayhis salam. Pra, pyetja e tij si do të ishte? Ç'a mendon ti për këtë çështje? Apo do të ishte si ju apo mësoi ju profeti alayhis salam këtë çështje? Imagjinon dot emocionin e pyetjes, si ju apo mësoi ju profeti alayhis salam këtë çështje? Sepse ju keni jetuar me të, dhe përgjigjja e sahabiut drejt për drejti për të ishte përgjigjja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta njerëz janë brez po ashtu i artë që e quajti profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe brezin mbas tyre po ashtu e quajti profeti sallallahu alaihi wasallam, brezin po ashtu të artë, që mbas meje tha do të ketë brez të artë, brez të hajrit, brez që do ta sakrifikojë gjithë jetën e tij për të njohur Allahun xhaleshanu, për të jetuar një jetë dhe për ta vëshpërndar fjalën e Zotit xhaleshanu në të gjitha nevojat ku jeta jonë e përditshme i ka ata nevoja. Dhe këto ishin pra tabiinët dhe tebi tabiinët. Dhe këtu në të dashur besimtar, ke tabiinët, ke tebi tabiinët, fillojnë edhe të dalin në pa kokat e rralla të dietarëve, të cilët ne si besimtar sot në të katër anët të botës ndjekim pikërisht shkollat që themeluan këta dietar. Çfarë janë shkollat që themeluan këta dietar? Këto janë dietar të cilët e institucionalizuan dijen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Institucionalizuan do të thotë që e bën dijen me ligje, e bën dijen me nene, e bën dijen që të jetë e kapshme nga të gjithë njerëzit e rëndomët, nga të gjithë njerëzit që ndoshta nuk e kanë mundësinë të merren me dituri, por sikur të mësonin ca rregulla bazë, për ta do të ishte mjaftueshme që t'i zbatonin edhe të jetonin një jetë të sigurt. Nëse do ta sjellim një shembull të prekshëm, imagjinoni kursin e patentës. Ti kur futesh në kurs patente, ti nuk shkove të mësosh se si ndërtohet makina, se si funksionojnë motori, detajet, çdo gjë atje, apo kjo vida e vogël çfarë pune ka, po ti mëson rregullat e përgjithshme që të hynë punë si shofer makine, që mëson kaq kjo tabel tregon rrezikshmëri, kjo tabel tregon stop, kjo tabel tregon vazhdo, dhe ti i di në mënyrë të përgjithshme, i zbaton edhe rrugtimi jot drejt destinacionit të caktuar është i mundshëm dhe jo i rrezikshëm, duke i zbatuar ti këto rregulla. Pikërisht këta dietar për neve na e bën diturinë islame në këtë formë, i mblodhen të gjitha jetët, i mblodhen të gjitha ditët e profetit alayhis salam, i mblodhen të gjitha të çfarë than sahabët dhe na e dha neve të servirur
në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, që ne mos të kemi më nevojë tani të hipim prap gjërave nga e para. Ti mund t'i futesh nëse ke dëshirë të bësh dietar i madh, bësh alim i madh, me vërtet i futesh një herë nga e para, merr mendimet, i përpunon, i sjell në zbatim në jetën e përditshme në kohën ku ti jeton, sepse dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam kështu na paralajmëroi që kjo fe pra do të shkojë në çdo derë shtëpisë në këtë dynja, nuk ndodh kiameti pa u përhap kjo fe në të gjithë dynja, në çdo derë shtëpie, dhe për ta mbrojtur këtë fe Allahu xhaleshanu çdo 100 vjet dërgon një mujtehid, një dietar të madh, i cili është i aftë të lexojë me një zgjuarsi të rrallë të gjithë Kur'anin famëlar, të gjithë hadithin e profetit alayhis salam dhe të gjithë çfarë ne folëm rrjedhën e këtyre dietarëve, dhe është i aftë ta prezantojë Islamin në anë kënd shoqërisë në kohën ku ai jeton, për t'ia përshtatur kohës të gjitha dhe për t'i zgjidhur të gjitha nevojat e kohës me Kur'anin famëlar, që ky njeri du dallohet vetëm për çfarë? Për diturinë e tij të madhe që do ta posedoj, sepse kjo e dallon atë ndër të tjerët, që më pas ky njeri të jetë i aftë që t'ia lehtësoj njerëzve fen e Allahut xhaleshanu. Dhe pikërisht kjo, të dashur besimtar, është dituria. Dhe ne e dim të gjithë se kur flasim për diturinë në Islam, për moralin që duhet të jetë i pajisur besimtari musliman me diturinë, duhet të dim se çështja e diturisë në Islam nuk është lënë çështje dëshire, por është urdhër nga Allahu xhaleshanu. Ajeti i parë që zbriti Allahu në faqe tokës prej Kuranit famëlar është pikërisht Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd që të krijoi. Pra urdhëroi që ti obligohesh si një musliman i rritur, i pjekur, i aftë mendërisht, që të lexosh, të dish gjërat minimalisht themelore, thelbësore nga feja Allahu xhaleshanuhu, që të jesh i aftë, që të jetosh jetën si musliman pa e çuar veten në aksidente të dëmshme, si i shembulli i shoferit që tham, ku mund të rrezikosh rrëshqitjen nga rruga e Allahu xhaleshanuhu. Dhe nuk i ngjan aksidenti i shoferit, aksidentit që mund të bësh nga aspekti i diturisë fetare, sepse aksidenti i shoferit mund të bësh një aksident edhe vdes, ndërkohë nëse bën aksident në diturinë fetare dhe vdes në gjendje të gabuar, të devijuar, Allahu na ruajt, është më pas çështja e ahiretit tonë, xhenet apo xhehenem. Pra nuk ka shaka. Prandaj gjithsecili prej nesh, pra morali islam na mëson që minimalisht besimtari musliman duhet të di gjërat themelore për sa i përket çështjeve fetare. Sepse nuk ka diskutim, të dashur besimtar, se këtë dynja do ta zotërojnë ata të cilët kanë në dorë diturinë. Kush ka në dorë diturinë, do të zotërojë këtë dynja. Kur e kishim në dorë ne muslimanët diturinë, patëm në dorë dynjan. Kur u largun muslimanët nga dituria, nuk e kemi më ne në dorë dynjan. Më rregull, s'është nevoja për shpjegim, sepse po e shikojmë realitetin. Kjo ndodh vetëm për shkak të posedimit të diturisë, sepse dituria në vetvete është të zbërthesh sekretet e ligjeve të Allahu xhaleshanu në jetën e kësaj bote. Zbërtheje si funksionon mekanizmi i jetës së përditshme, si funksionon marrim shembull bujqësia për shembull, si funksionon bujqësia, do studiosh kur është kohë e mirë për të mbjell faren, kur bie shiu, kush është kjo tokë që jep prodhim, ti je obliguar si musliman të bësh sebebet me detaje. Dhe jo të shkosh qorrazi, e të thosh do mbjellim të tokën këtu X varietet të bimësisë. Ndërkohë, ti e mbjell, supozojmë, misër, ajo është toka që e bënte shumë mirë pemtarin për shembull. Një shembull konkret. Dhe muslimani është i obliguar që t'i zgjidhë pikërisht këto sekretet të ligjeve të Allahut xhaleshanu në jetën e kësaj bote dhe të jetë i aftë të zotërojë. Më pas të jetë i pari në të gjitha lëmit e fushave të cilat neve na rrethon në jetën e përditshme. A nëse jo pastaj, do ta kaloj tjetër dhe do të jetë ai i pari në tregti, do të jetë i pari në biznes, do të jetë ai i pari në
në të gjitha fushat. Kështu që ligji thelbësor është se ai i cili ka diturinë, patjetër që ka për ta zotëruar këtë dynja, sepse vetë profeti sallallahu alaihi wasallam do ta quante diturinë si armën më të mpret të besimtarit. Armën më të mpret të besimtarit. Një nga gjërat më të çmuara dhe për këtë fakt domethënë tha po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam që kërkimi i diturisë talabul ilm, pra të bësh nxënës i diturisë, faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, është farz mbi çdo besimtar dhe besimtare, musliman dhe muslimane. Tha është farz ta kërkosh diturinë. Nuk mund të kuptohet jeta e besimtarit musliman pa dituri. Po ti shohësh doktrinën islamit, kur flasim për doktrinë zemrën e islamit, ne me bindje të madhe flasim që Islami i shikon njerëzit e gjithë barabartë. Në rregull? Tha profeti alayhis salam, nuk ka vlerë as i bardhi ndaj të ziut, as arabi ndaj jo arabit, e të tjerë me radhë. Por tek Allahu xhaleshanu ka vlerë devotshmëria, ka vlerë ai i cili ka më shumë grada që të lartësohet tek Zoti xhaleshanu me anë të punëve të tij. Por zemra është ajo çfarë shikon Zoti. Por ama kur vjen puna ke dituria, Allahu xhaleshanu nuk i trajton njerëzit të barabartë. Nëse i trajton Islami njerëzit të barabartë në të gjithë lëmin e jetës, duke i barazuar si njerëz, si qenie njerëzore, kur vjen puna tek dituria, Allahu thot kul hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Pyetja është retorike. Nuk mund të jenë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë. Dhe pikërisht këtë dallim thelbësor e ka bë Allahu xhalleshanu. Po ashtu Allahu xhalleshanu në Kur'anin famëlart e ka bërë diturinë si një nga gjërat më të rëndësishme që sinjalizojnë se kush e njeh më shumë Allahun dhe kush e ka më frikë Allahun xhaleshanu. Allahu thotë në Kur'an: "Wa ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Nuk e friksohet më shumë askush tjetër Allahu xhaleshanu përveç se ai që ka dituri, ai që e njeh Allahun xhaleshanu. Dhe do të shohësh në Kur'an që Allahu do t'i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Wa arid anil jahilin", ik larg ignorantëve, largohu nga ignorantët. "Wa la takun min al jahilin", mos u bëj për ignorantëve, rri larg atyre. Sepse Allahu xhaleshanu e qërton fort ignorancën dhe e don shumë nga ana tjetër diturinë. Sepse dituria, i jep vlerë të madhe besimtarit. Dhe siç e nisa në fillim për çështjen e dietarëve, ne i përmendim sot shejkuj dhe shejkuj më mbrapa që ata kanë vdekur, për çfarë? Sepse Allahu i lartësoi ata në dituri. Edhe i bëri njerëz që të jenë udhëzues për mbar njerëzimin. Pikërisht ata njerëz që sakrifikuan dhe morën vlerë në sytë e njerëzve vetëm për shkak të diturisë që Allahu xhaleshanu ia dha atyre si një begati të madhe. Sepse dituria, të dashur besimtar, i mundson njeriu që të jetojë edhe një jetë të këndshme. Dituria i mëson njeriu që të dallojë të keqen nga e mira, të bukurën nga e shëmtuara, të rrezikshme nga e sigurta. Pikërisht me anë të diturisë. Që ti e ke studiuar çështjen si duhet dhe ke marrë hapin e duhur. Nuk e ke marrë një hap me ignorancë. Nuk e ke marrë një hap në jetën tënde për të bërë diçka për veten dhe për familjen tënde, pa e studiuar çështjen. Ajo që tham, të jesh i aftë, të zbulosh sekretet se si funksionon pikërisht ligji i jetës së kësaj bote që i ka caktuar Allahu xhaleshanu në jetën tonë si njerëz në përgjithësi. Janë quajtur dietarët si të gjallë, edhe pse kanë vdekur, ndërkohë janë quajtur ignorantët të vdekur edhe pse janë gjallë. Kjo është shumë fjali e bukur.
Dietarët edhe pse kanë vdekur janë të gjallë midis nesh, ndërkohë ignoranti edhe pse është gjallë, i paditur edhe pse është gjallë, është si i vdekur midis njerëzve. Sepse Islami kërkon aksion, Islami kërkon aktivitet, Islami kërkon që ti si besimtar të bësh diçka për këtë fe të Allahu xhaleshanu që të ka mundsuar. Nuk tha kot profeti sallallahu alaihi wasallam që kur vdes njeriu i ndërpriten atij punët përveç në 3 raste, dhe një nga këto raste çfarë tha? Dietari që lën mbrapa një dije me anë të së cilës përfitojnë njerëzit. Pra ai edhe pse ka vdekur është gjallë me veprën e tij. Vepra e tij është e gjallë, e prekshme nga ne tjerët që lexojmë për diturisë së tij. Dhe pikërisht kjo do t'i bëj dobi të madhe besimtarit musliman. Këtu çfarë mund të përfitojmë ne? Se ndoshta ne s'mund të bëhemi dietar. Po ama gjithsecili prej nesh e ka një dituri minimale që mund t'ia trashëgoj fëmijëve të vet. Kanë thënë dietarët për shembull, elhamdulillah fëmijët që janë në familje muslimane, shanset më të mëdha i kanë që të rriten musliman dhe ata, se do të shikojnë fëmija është pasqyrë e prindit. Dhe kanë thënë, mësoja ti si prind, si baba, si nën, fëmis tënde, Fatihan. Sa i do të mësoj Fatihan në shkollë, në kurs xhamie. Por mësoja ti, sepse ai sa herë të falet gjithë jetën e vet, çdo namaz, çdo rekat ka surën Fatiha. Dhe ti ja ke mësuar Fatihan fëmisë tënd që edhe mbas vdekjes ton, fëmia do ta lexoj Fatihan në namazin e tij dhe të vjen sevapi ty. Ja ku e paske mundësin të trashëgok edhe ti një farë diturie. Pra, nuk duhet që të pesimizohesh tashmë se po flasim për dietarë dhe s'ke mundësi të bësh ti diçka. Jo, edhe ne kemi mundësi të bëjmë diçka. Maj diturisë sa mund na ketë dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kur e shikojmë të dashur besimtar tek përgëzimet e profetit sallallahu alaihi wasallam çështjen e diturisë, ai në një hadith të tij do ta cilësonte diturinë si pasuria e humbur, që kudo që ta gjesh do ta marrësh me patjetër. Pra imagjino të ka humbur diçka e me vlerë ty, të ka humbur diçka me vlerë, të ka rënë një sasi parash nga xhepi, je duke shkuar në shtëpi, shikon, nuk i ke. Çfarë do bësh? Do shqetësohesh, do t'ikesh dhe njerë mrapsh gjithë rrugës nga erdhe, do të shohësh çdo të cep, se si ta gjesh pasurinë që të ka humbur. Kështu e përshkroi profeti alayhis salam diturinë. Ta kërkosh si mallin tënd të humbur. Apo ka thënë, edhe sikur të jetë në vende të largëta, në vise të largëta, dituria, shko dhe kërkoje. Apo ka përgëzuar, men seleke bihi tarikan yaltamisu bi ilm, sahal Allahu lahu tarikan ila al-janna. Kush kërkon merr rrugën për të kërkuar dituri, ka për të ja lehtësuar Allahu te lëshanu rrugën për në xhenet. Sepse rruga për në xhenet lehtësohet kur ti e din çfarë kërkon Allahu xheleshanu prej teje dhe e bën, dhe çfarë ndallon Allahu xheleshanu prej nesh dhe qëndrojmë larg kësaj. Përndryshe si do të fitosh sevap në jetën tënde të përditshme, nëse i bën punët pa dituri, si do të marrin vlerë këto punë? Ndërkohë kur e din vlerën e punës dhe e bën për atë të Allahu xheleshanu do ta shpërblej besimtarin. Të dashur besimtar, hadithet që përmenda apo edhe hadithet të tjera që profeti sallallahu alaihi wasallam përgëzon për diturinë, nuk janë gjë tjetër vetëm se tregojnë vlerën e madhe që feja jon i jep të mësuarit dhe kundërshtimit të ignorancës, dembelizmit mbi të gjitha. Pse them dembelizëm? Sepse dembelizmi është një sëmundje që gjithë secilin prej nesh e prek. Të kërkosh dituri do këmbgulje. Por ndonjëherë sikur të kërkosh pak dhe ta kesh të vazhduesh me kërkimin e diturisë, do të ishte më me vlerë se sa të lexoshe një herë shumë e trishe ditë më pas pa lexuar.
Sikur për ditë të kishim kontakt me Kur'anin famullar nga 2 faqe, nga 3 faqe, nga 4 faqe, çfarë na kushton ne kjo? Shumë pak kohë prej kohës tonë, ama do të shohësh që për 2 muaj, për 3 muaj ti e ke lexuar Kur'anin. Dhe vallahi billahi dëshmoj në Allah që sa herë që njeriu i del Kur'anit nga fillimi në fund, do të kuptoj tek vetja e vet që nuk është më ai që ka qenë para se ta mbaronte Kur'anin. Këtë ta keni të sigurt. Sa herë që njeriu lexon një libër të ri në jetën e vet, ta kuptoj që nuk je më i njëjtë siç ishe më përpara. Ke ndryshuar në botë kuptim, ke të shtuar diçka për diturisë, të shtuar një qasje ndryshe për jetën. Çfarë na kushton neve sakrifikojmë 10 minuta, 20 minuta nga koha jonë për t'ia dedikuar leximit të Kuranit famullar, apo një libër që shpjegon Kuranin famullar, apo një hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam. Tani po të duam të kritikojmë veten, ne jo 10 minuta, po na dalin shumë orë kot gjatë gjithë ditës. Shumë orë kot. Jo ty s'del të. Më në mirë se duhet kesh dhe ti ca kohë bosh. Se nuk vim bleni 24 orë njerëzit, në orë 7 deri në 8 çfarë bëni për shembull? S'ka fillu puna mëngjes. Vjen aty, zbarkove malli. Lexon pak. Mirë, mjafto, ik tash. Këtë po kërkoj unë. Lexojmë pak pra. Ama atë kohë përpiqesh. E Allahu të begatof, kjo është mirësi e madhe. Pra, besimtari pra ka mundësi. Pikërisht pra, ka mundësi, elhamdulillah. Ai që don e bën e gjen kohën e burr. Elhamdulillah. Ai që don, po mirë çeke ti ka që zon, ai se ty po të falin. Po në tjerët. Po në tjerët. Prandaj po them, po kjo është mirësia e madhe që besimtari musliman duhet të sakrifikojë, pra sepse shiç çfarë tha profeti sallallahu alaihi wasallam. E quajti, pra për shembull në një hadith tjetër, thotë kush do dynjan thot, dhim ke puna jote e pandashme, që është punë dynjolliku, alhamdulillah. Kush do dynjan thot, le të kapet mazdijes thot. Kush e do ahiretin thot, prap le të kapet mazdijes. Sepse që ta kapësh këtë dynja, po s'je javë në punë të atë ti, po s'pata eksperiencë, po s'pata dituri, do mbjetosh në treg të lirë ati? Kushte si jo? Po kjo është dituri, që është prej Allahu xhaleshanu, që ti të jesh javë të zgjidhësh sekretin e punës të atë, ai tjetri biznesin e vet, ai tjetri biznesin e vet. Dhe ajo është një formë diturie. Se në fakt, në realitet, gjithë secili prej nesh, kur flasim për diturinë islame, na kap të gjithëve, ama kemi edhe gjithë secili prej nesh, ndoshta një profesion tonin individual, sipas shkollës që ke mbaruar, sipas profesionit që ke mbaruar. Dhe aty ti pra fokusohu, ti jesh i pari në punën tënde. Këtë kërkon Islami prej muslimanit. Pra, ke mundësi, gjithë secili prej nesh pa diskutim që ka mundësi. Dhe patjetër që kur shikojmë atë çfarë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përgëzon, pastaj e ka përgëzuar që kujt ja do Allahu të lëshanu të mirën, hajrit, çfarë bën? Yufaqihu fi din, ka thënë. E thellon atë në botë kuptimin e çështjeve fetare. Kujt ja do Allahu të mirën, me yuridu Allahu bi khairan yufaqihu fi din. Kujt Zoti ja do hajrin të mirën, e thellon çështjet fetare. Tani çfarë do të thotë thellim çështjet fetare? Se tham, thellim çështje fetare nuk supozohet dhe nuk kërkohet nga Islami që të gjithë bëhen ulema, dietar, gjithë hoxhallar. Është e pamundur se nuk funksionon jeta më pas ashtu. Por kjo ka një mesazh ndoshta edhe shumë të thjesht, po me kuptim të madh. Të zotërosh diturinë fetare aq sa ty të forcoj fort në zbatimin e praktikave themelore që ka urdhëruar Allahu xhaleshanu. Të kesh aq dituri saqë mos bësh kur kompromis me namazin. Në rregull? Të kesh aq dituri saqë mos bësh kur kompromis me haramin dhe halalin. Kjo kërkohet për nesh, për Allahu xhaleshanu. Ky është ajo çfarë Allahu urdhëron.
Nuk po të kërkon të bëhesh ulema. Ama kaq dituri të duhet. Dhe ti këtë e do për veten tatë dhe për shpirtin tatë, sepse ti ke frikë, çfarë tham? Mos bësh aksident, edhe të dalësh nga rruga e Allahut xhaleshanu. Feselu ehle dhikrin kuntum la ta'lamun. Ik pyet njerëzit e diturisë se nuk e di thot. Pyet. Kur e tham ne kemi shpjeguar këtë tema e sahabeve. Çfarë tham një nga hadithet e bukura e Profetit sallallahu alaihi wasallam aty? Personi që po udhtoni ragurin kokë dhe u ça koka. Natën ky pat nevojë të merrte gusull kur u zgjon në mëngjes. Edhe i pyeti më të diturit mas atyre. Tha ç'të bëj? Tha të lahem tha. Ta laj edhe kokën apo të marrë tejemum. Ato i thanë ne nuk e shohim plagën tatë arsye për të marrë tejemum. Lau i thanë. U laj, shkak i ujit në plag u vdiq. Kur i shkoi mesazhi Profetit alayhis salam, katelahumullah. E vran tha që i vraftë Allahu. Mjafton të kishin pyet tha, se aty do t'i mjaftonte tha që ta mbështillte kokën, plagën, të laj pjesa tjetër ku ishte normale, pjesën e plagës t'i jepte mes. Më rregull? Dhe tha në këtë hadith Profeti alayhis salatu selam, armiku kryesor i ignorancës është pyetja. Se ne edhe s'pyesim. Pyet Allah. Pyet, elhamdulillah mundësit janë sot. S'ke mundësi të shkosh në xhami, shkruaj hoxhës mesazh. Gjithi ke elhamdulillah hoxhallarë të gatshëm për të dhënë përgjigje. Ai që don, ai që neglizhon, pastaj le të neglizhosh çështje personale, se sa njeriu më pas don që ta njoh Allahun xhaleshanu, do ta bëj pjesë tjetër të tij. Të them dhe gjë tjetër? Janë të ca që thonë zbon mirë të pyesim dhe shumë se po i mësuam pastaj na vjeron me i praktiku. Rregull? Rregull? Ka dhe kështu. Po ky nuk do të njohë Allahun xhaleshanu. Ai ndoshta e ka aftësinë. Sepse për shembull thot Profeti sallallahu alaihi wasallam, transmetoni prej meje thot qoftë një ajet thot, qoftë një fjalë time. Sepse thot dëgjuesi mund të jetë më i ditur se transmetuesi. Pra, ti mund të kesh një hadith, një dituri e din, edhe ja thuaj një shokut atë. Ai mund të ketë zgjuarsi që ta kuptoj më mirë atë që ti e dije dhe ti se kupton dot mënyrën si puna e tij. Dhe ti ai profeti thot transmetoje thot diturinë, mos e ma për vete. Sepse është borxh i madh. E dini atë shembullin e një nga sahabët Profetit sallallahu alaihi wasallam, harrova emrin, që përgëzon Profeti alayhis salam në deve. Ja thret 3 herë emrin. Po ju kujtu emrin ma thoni. I thot, a të them diçka thot madhështore? Ma thuj thot i dërguari i Allahut. I thot që kush nga umeti im thot, vdes me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, do të futet në xhenet i thot. O i dërguari i Zotit tha, po ky është një përgëzim shumë i madh tha. Atë shkoj tha t'ia them njerëzve, kanë frikë tha Profeti alayhis salam se do të kapen mbas kësaj fjale. Pra do të kapen mbas kësaj fjale, edhe do të lëjnë obligimet e tjera që sjell feja. Nuk e tregoi ky sahabi këtë hadith e majti sekret për vetën e vet deri në çastet e fundit të vdekjes. Dhe në çastet e fundit të vdekjes, i thirri të pranishëm ta do ju transmetoj një hadith nga Profeti alayhis salam. Tha kështu më ka thënë Profeti alayhis salam. Po pse s'na e ke thënë deri tani tha? Sepse i pata dhënë fjalën Profetit që s'do e thosha. Po tani pse e tregove tha? Sepse kam frikë se do të dalë para Allahut xhaleshanu dhe do të thotë pse e mbajtë dijen të fshehtë dhe nuk e transmetove. Dhe për këtë çështje tha edhe e transmetova. Sepse e morë për vete, jepi edhe tjetrit ai sa e ke mundësi në mënyrën e duhur, por mbi të gjitha është e rëndësishmja që dituria që ti merr për veten tënde në radh parë të zëj vend në zemër. Për shembull, Omeri ka një shembull shumë të bukur, radhiyallahu anhu, ne na u shpallshin 10 ajete nga ana Allahu xhaleshanu, i mësonim, i praktikonim, pastaj kalonim ke 10 të tjerat. Kjo do dhe sistematik. Edhe dituria do sistematik. Gjithë secili duhet shohë edhe nivelin e vet. Ku është? Edhe në bazë të asaj të kërkoj dhe ushqimin për shpirtin e vet. Se ndonjëherë ka pyetje, subhanallahu ku i shkon mendja me atë lloj pyetje, që t'ja japësh përgjigjen e asaj pyetje, ai mund të dalë nga feja. Po e bëni mëngjes të mohabet dhe me vëllezërit ke kafja. Pra, janë ca çështje që
me t'ja shpjegu dikujt, ore mund të dalin nga feja se ka aftësinë, pjekurinë, është i rinë fe. Do kaloj pa kohë të piqet, të ketë bindjen, të kesh bindjen fe, të kesh diturinë e duhur, avash çështjet vinë me kalimin e kohës dhe i pranon dhe i bën pjesë të jetës tate. Pikërisht pra këtë dhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam që kush e siguron këtë gjë, le ta di që Allahu xhelle shanuhu ja do të mirën. Sepse ti ke aq dituri sa që të ka forcuar në namaz, ke aq dituri sa që nuk bën kompromis me halallin dhe haramin, dhe je i forcuar në atë çështje. Nuk të fut në dyshim asnjë gjë. Elhamdulillah. E kjo është mirësi që Allahu xhelle shanuhu duhet ta falenderojmë për këtë mirësi. Dhe nga kjo çështje të dashur besimtar, duhet të kuptojmë, se inshallah siç thash do ta trajtojmë javës tjetër me detaje, se kam qejf ta trajtojmë me detaje çështjen e dietarëve, që ta kuptojmë siç duhet, sepse ndoshta ndonjëherë për dietarët e mëdhej flitet dhe pa respekt për ta. Njerëzit e paditur edhin mbalt mbi ta. Jo bë ky është më i mirë se ky, ai është më mirë se ai. Janë çështje delikate që në moralin e besimtarit duhen matur mirë këto fjalë, duhet nditur mirë se si të flasim në lidhje me këto dietar, por ama një gjë mund të themi që imagjino tashmë të gjithë këtë çfarë folëm ne për diturinë, edhe del dikush dhe bëhet i ditur, imagjino sa ka sakrifikuar nga jeta e vet që të ketë një dituri të caktuar që ja ka dhënë Allahu xhaleshanu, patjetër që elhamdulillah kjo është një shenjë e mirë për atë person që është shenjë që e do Allahu, por ama patjetër nëse është i sinqert me Allahun xhaleshanu, që Allahu na bëj për të sinqertëve. Sa është pikërisht po ky njeri që me diturinë e tij, nëse nuk e ka pas me sinqeritet për atër të Allahut xhaleshanu, do të jetë nga njerëzit e parë që do të udhën zjarrin e xhenemit. Po pse çfarë bëre me dijen, do t'i thotë Allahu, jo po e shpërndava fen tënde, jo gënjeve. Thotë Allahu, gënjen thotë, sepse ti mësove dije që të thonë njerëzit, je alim, je i ditur. Mësove dijen për njerëzit, jo për veten tënde. Ndërkohë gjithë kjo neve na orienton që mësoje për veten tate njerëz, se kemi nevojë që të forcosh zemrën tate, që të kënaqësh zemrën tate me atë çfarë neve na ka elhamdulillah na ka orientuar Allahu xhaleshanu. Prandaj nëse do ta mbyllim pa u zgjasur shumë, që të kemi kohë edhe për diskutim, nuk ka dije të vërtet pa fe dhe pa iman. Pra nuk ka dije të vërtet pa fe dhe pa iman. Çfarë do të thotë nuk ka dije të vërtet pa fe dhe pa iman? Do të thotë që dituria e cila ty nuk të çon tek krijuesi xhaleshanu, tek Allahu, ajo është dituri e pavlefshme. Sepse në fakt me të vërtetë kemi njerëz të ditur, shkencëtar, që bota i ma lartë shumë në zgjuarsinë e tyre, në kontributin e tyre në shkencë. Po ai thonë unë jam ateist. Ajo dije nuk ka vlerë për të në rreth parë. Sepse ai me atë dije, ai do t'japi edhe më shumë llogari tek Allahu xhaleshanu. Po si ka mundësi që ti zbulove gjithë to sekrete të universit, se si funksionon universi, jo po rrotullimi i tokës, i diellit, pra zbulove gjithë to sekrete për një shkencëtar të NASA-s për shembull, fund fare thu natyra, mrekullia e natyrës. Po si thu ka Zot. Pra nëse kjo dituri nuk të çon në Zot, nuk të çon në iman, në besim në Allahun xhaleshanu, ajo është dituri e kotë. E nëse dituria të çon pikërisht tek Allahu xhaleshanu, ajo ka vlerë më pas. Ajo të jep vlerë, ajo do të zbardhë fytyrën në ahiret. Dhe kështu Allahu xhaleshanu inshallah na bën për atyre që e kuptojnë rëndësinë e dijes, e kësaj orientimi kaq të rëndësishëm që na bën Islami, që të pajisemi me këto moral. Dhe si këshill duhet të dim këtë gjë, të dashur besimtar. Duhet së paku në shtëpinë tonë të kemi një cep atje, një bibliotekë të vogël. 5 libra, 10 libra, 20 libra, 30 libra. Kije një bibliotekë tek shtëpia. Se do të nxisit të lexosh, do t'i japi një mësim të madh fëmijës tënd. Ndoshta
ne kur jemi rritur në shtëpitë tona, s'kemi pasur biblioteka. Se ndoshta ashtu që janë kohët, varfëria, më rregull, ndoshta ne kemi pas gjërat minimale të jetesës, ore ndit shtëpiaka sepse i dim kushtet se si janë rritur gjyshrit tanë, prindrit tanë. Por ne sot i kemi këto mundësi. Edhe mos më e lexu thjesht për moral të besimtarit musliman, bëj një bibliotekë te ke shtëpia. Ta shohë fëmia jot. Dhe të lexosh sa do pak edhe vet. Ky duhet të jetë morali i besimtarit musliman në marrëdhënie me diturinë që na obligon feja e Allahut subhanahu wa taala, që lut Allahun xhaleshanu që të na begatojë me dituri që është e dobishme për ne dhe jo me dituri që është e dëmshme për ne, dhe bëft Allahu xhaleshanu dijen që na ka dhënë të jetë me të vërtet një dije e hajrit që na forcon në Islam, na shtof dijen që të forcohemi me zemrat tona në këtë fe të ndritur, dhe inshallah taala u bëf shkak kjo dije dhe kjo praktike jona e fesë për atë të Allahu xhaleshanu që të fitojmë kënaqësinë e tij, sepse kënaqësia e tij do të thotë shpërblim dhe fitim real të vërtet në këtë botë dhe në botën tjetër. O sallallahu ala sayidina Muhammad. Allahu ju shpërbleft të gjithëve. Nëse ka diçka mund të diskutojmë, jemi të lirë, nëse jo, kalojmë tek çaji dhe diskutojmë aty inshallah.